Yeah, Shqipëria flet, rrugët po zajnë, njerëzit pyesin, kush po e dëgjon zëra që të rrasin, muzikë që ses, mikrofonin dëzër. Në për kafë, në për lagë, veç politik, premtimet të vjetra të mbështjella me muzik, çmimet lartë, gjepat bosh do dit, rinia në aeroport me valikshe në prit. Në ekran dalin shifra, flasim për zhvillim, po qytetari kërkon më shumë se statistikim. Nga Tirana në Vlorë, nga Shkodra në Ju, reziduan përgjigje, jo tim në për rrugë. Rama jep dore qenë, dëgjohet në nshesh, dikush brohorët fort, dikush do të prit pak, mos në nxito kaq shpejt, populli kërkon, llogari kërkon drejtim, në demokraci vendos, vota jo vetëm zemërim. Opozita flet fort, qeveria kundërshton, çdo palitrën fajin, ja dregon skandale, debate, tituin televizor, ndërsa qytetari numëron lekët për muajin e arshëm përsëri sot s'paku heton, politika komenton, çdo lajm i ri rrjetet, i trazon, populli kërkon punë, arsim dhe shpresë, jo vetëm premtime sa hera afrohet një proces. Rama jep dore qenë, dëgjohet në nshesh, dikush brohoret fort, dikush do të prit pak, mos në nxito kaq shpejt, populli kërkon, llogari kërkon drejtim, në demokraci vendos, vota jo vetëm zemërim. Kjo është Shqipëria, me zëra e mendime, me debate forta dhe shumë kundërshtime. Kushdo që qeveris, në gjës duhet të arruar. Pushteti është i përkohshëm, popullin beteti dëgjuar.